Përshëndetje shikues të Radio Televizionit 21, përshëndetje shikues të emisionit Një Kafe Mlabin. Edhe sonte jemi tek Luna Resort me emisionin Një Kafe Mlabin, ku po realizojmë edhe po uroj dhe po besoj që më të mirën po e sjellim për juve. Faleminderit edhe një herë gjithë juve që reklamoni biznesin e juaj, produktet e juaj, jam me pat sepse aromën e kafes se kam edhe këtu pa vini kafen. Faleminderit Aria Petrollit që unë zakonisht po vi drejt Bogës, tu nis prej tyne, duke u mbush me karburant edhe duke furnizu të marketi. Por duke mos e harruar sepse pjesë imi është edhe Prishtina Tiketi. Unë udhëtoj kudrën e përpot bashkë me Prishtina Tiketin. Kështu që faleminderit që është pjesë imja. Është kënaqësi sonte e veçantë sepse unë i kam 4 miq të mi, po janë miq edhe t'jujt po pik dushimi. Kështu që rreth zjarmit në këtë vend këtu është kënaqësi. Ezo, Azemi, Fatlumja, Valoni. Faleminderit shumë që u kam sonte pjesë të emisionit Një Kafe Mlabin. Faleminderit njës që jena në këtë vend ka është bukur me ty me emisionin më të mirin. Kënaqësi e madhe me kam bashkë me juve edhe pe di që kena me kalu shumë mirë. Uroj kështu. Azem me ty kom qenë domethënë sidomos te verat, tash me edhe shpendim, që shpe përballot doktor. Përparësia e jon, e jamja dhe Valonit, po dhe jo që lëpë që jena kësaj pjese. Kësaj pjese e di pak a shumë. Ju uroj mirëseardhje kolegëve këtë stafit, edhe që jepim drejtë mas pajt më full, se na jena të këtu edhe sa i përket temperaturës jena pak më fort për mendoj. Mësumë. Unë periudhën e fundit seriozisht tash, unë po them, unë tash fati që po mbushna edhe karburanti edhe po vi, domethënë edhe po vite drejt Bogës. Edhe pse unë më bon sa vite, domethënë po ardh, po lëviz, domethënë diku 22 vjet, 23 më bon veç në Prishtinë që jam. E në fakt, kur po vi këtona, sidomos në Kumbog, po të na me leon kene dhe, se pre auspujmi me ma prish pak ajrën, se ati jam mësu me opilet që jam mësu. Me ma prish pak, se por zona po të bjenë fekt, po më bjenë. Një pyetje për kolegët, ma herë të falem thash që janë kolegët, janë ma mirë këta që janë Prishtinë se pjesëve tjera, pe ajrit, që shpë... Po se ajri... Ka të cilë mushknik në zemë. E preferoj marrë ma shpesh. E zo, mushknik të rej shuplaka, po, feks bash, mushklit edhe lukë, të dyjat, të diafragma. Mu po më vjen mirë, a keni përjetu ndonjëherë qëta? Jo, verës nuk është diçka që se bojnë anë mramje, ama dimrit kështu në ftaf që shtët jo, ama ndjenë shumë e bukur dhe shumë e veçantë edhe ambienti shumë i bukur, edhe kolegët i kam edhe me që shumë të mirë, labi me ty njëna shumë më të, u knaqja, u shkriva. Okej. Fatlume, a ki përjetu ndonjëherë qështu? Po, edhe dimrit, kemi pas do më thonë këse tripi, zjarëm, shoqënit mirë, rreth mirë, edhe kena kalu shumë mirë, si kur sonte. Sonte pak ma mirë, po... Se jam unë. Falem? Po se jem krejt bashkë. E une. Falem? Po une, tash kënaqësia jam është e dy fish se këtu jam edhe të shokët e mi. Po bashkë të e Kurani edhe kushti. Joni për Që shokët përshëndesim. Dhe na shumë shpesh bilim ditëve t'jave se jemi dhe ma afer. Qështu me një telefonat spontanisht në ledhem edhe zim plakën e marim do mirë qësh di me bojmë, po kemi përjetu shpesh kësi momentet mira, po qësh e thanë edhe Azemi edhe shoqet tona, sonte është pak ma special se jemi bashkë, kemi mbledh krejt trevat bashkë, kena mu knaq, na i zot mirë, na i fjallët mirë, plaka për në nëzhen. Ne na mësu. Azem? Po. Ne na mësu. Vërtet jo para kamerës që po flasin, po e kena fatmirësisht këtë mundësi, na që e kena distancën më të afër prej pes, edhe dalim shumë shpesh vikendet, sa jemi të lirë, jo veç vikendet, po edhe gjatë ditëve të javës, pa ba plan heq, veç jepim kerët, dalim, marrim familjen ose me shoqni, edhe mbledhem shumicën e resorteve, kena shokë edhe... Përparësia është se na njojmë edhe shtigje, se për shembull ka njëherë këtu dhe të kalon monotoni mu ullë që aty me ndajt ose edhe veç një flak, po na i kem vesh ka një park puca të forta edhe kemi shëtit edhe kemi pa gjana si për një men janë shumë veçanta, pamjet bukra që nana natyri i falë që si ka prej kalo dora e njerit edhe kemi dalë, kemi hec ka ndoshta në kohën e pandemisë, kemi hec ka 3-4 orë në ditë që to pjesë, shumë pjesë tjera dhe kjo zonë është mrekullim vete. Zemi tha shpesh herë ta mbledhem na qështu edhe tha pa prit pa kujtu bojmë diçka. Pa prit pa kujtu për të me knuq tash. Edhe pa kur pa prit pa kujtu për në rregull se po dalte pjesë. Katërt, më pas të katërve këtu. Të katërve domethënë që këndoni, pa pik problemi edhe live-in ato, gjëna është me fol. Për live tia? Pak me kamën, po
Është që Zotit nuk është rrezik i madh, po është kaluese gjithçka. Mu rrugës për rrugov na kanë rënë sysh. Faleminderit që ka pranuar më në këtë gjendje dhe për një sen shumë i mirë. Një sakrificë. Sakrificë, po, sa kështu thonë, po. Qëre, sakrificë për shoqëni. Për shoqëni do të thonë ka bo, kështu që ja vlen. Që di se Valon nuk Për një gishta? Okej, çka po shkojmë? Çka po kënoj? Qatë kem Apo janë nisti i pare? Po, mëre. Hajde nisja ti i pare atë. Që të rrikët. Hajde. Për sëri po bie shi, se nuk thret se bëhesh thri, se e ashtu e pa bes, kësoj si thon dashuri, çka do bësh sot në shtëpi, do flesha do mësosh, do të shikosh si bie shi. Unë mendoj vetëm në ty, Ndërsa jash më bie shi, unë të kërkoj vetëm ty, dhe dëgjoj këtë melodi, Hajde Azem. 100 poezi do t'i shkruaj për ty, por asnjëra s'bën punë që të kthehesh te unë. 100 poezi do t'i shkruaj për ty, por asnjëra s'bën punë që të kthehesh te unë. Molle ndaluar për ne, është kjo dashuria jon që mbulua me dhe. Molle ndaluar për ne, është kjo dashuria jon që mbulua me dhe. 100 lutje të Zotit do t'i bëja për ty, por asnjëra s'bën punë se të kthehesh te unë. 100 poezi do t'i shkruaj për ty, por asnjëra s'bën punë se të kthehesh te unë. Hajde la bëllë ti. Molle ndaluar për ne, është kjo dashuria jon që mbulua me dhe. Molle ndaluar për ne, është kjo dashuria jon që mbulua me dhe. Unë dojmë shumë që të kongë. Ju ka të shkoni që të kongë isheni. Po. Qa me po që jetojnë edhe në Po. Haydi söyle onu nasıl sevdiğini, haydi söyle rüyalarda gördüğümü, haydi söyle uykusuz gecelerimi, haydi söyle, haydi söyle onu nasıl sevdiğini, haydi söyle rüyalarda gördüğümü, haydi söyle uykusuz gecelerimi, haydi söyle. Nejse, unë e kom shkruar dhe shqip. Hajde shqip. I mërzitur me loci, në shkatroj mu kjo vetmi, do shta kur mos ka me t'pa, e ka shkru zoti me munda, mos haro se t'kam da shumë.
s'ka me dasht askush si ju. Dashta kur mos ka me t'pa, e ka shkru Zoti me unda. Hajde thuje, Kush ka dasht ma shumë se unë ty, hajde thuje. Kush ka qa me lot për ty, hajde thuje. Ata mungojnë si qma mungon ti, hajde thuje. hajde kameramonat bashkë. Hajde thuje, kush ka dasht ma shumë se unë ty, hajde thuje. Kush ka qajt me lot për ty, Hajde thuje, ata mungoj qysh më mungon ti, hajde, aleluja. Hajde thuje, kush ka dasht ma shumë se unë ty, hajde thuje. Kush ka qa me lot për ty, hajde thuje. Ata mungoj si qma mungon ti, hajde thuje. Na shtim lume dhe Nikon. Hajde lume. Në vetmikë, ndoj nga halli. Shumë për të moj, ka marrë malli, në këtë mbrëmje, për plot mal, e mërzi. Si ti themur, shok vetmi, si ta dalun, lotin tim, në këtë mbrëmje, për plot mal, dhe mërzi. Ditët tona, kur kujtohe, si flet zemra më shpalohe, në gjumë të rëndua të vi, të jeme ty. Bashk, piraki, E këndoj për ty, tim duhanit, ti vjen po i shkrim se dem, të gjithë e din, tash e din, mirë e din se më mungon ti, piraki. E këndoj për ty, tim duhanit, ti vjen po i shkrim se dem, të gjithë e din, tash e din, se më mungon ti. Bravo, bravo, bravo. Shikuesit mendojnë që na nuk dorëzohem, na nuk vrahem, na nuk lëndohem, na nuk dim të qajmë. Gjithmonë na shohin të buzëqeshën, gjithmonë na shohin me këndim, gjithmonë na shohin pozitiv. Kështu që, Ama jo, se s'jena robota. jo, robota s'jemi. Secili kemi përjetime edhe secili kemi përjetime të ndryshme. Kush pianis për juve? Kush pianis? Valjan. Okej? Pianisin për teje, Valjan? Po tash të këto kujtimet që na po flasim sonte këto, sigurisht që na kemi historia të mira krejt, po kur ndalesh te një flak, se e kemi edhe në shtëpi dikush, ndalesh shpesh herë vetëm, edhe ulesh e i kujton do gjana që ka njëherë s'ke pas qefas mi pas në shtan librin e historisë tënde, kështu janë do pospodia së cilën të parën me Cilën thonë, po dush? për shembull Ndajën do njënën që e din që e kujton që është shumë shpesh edhe... ka njëherë njeri bën gabime kështu pa dashje. Për shembull unë ta them një gjë, unë kam pas vllaun 10 vjet më të ri, edhe shoqënia me vllaun nuk ka mujt me qenë qasht efektive se ai orujt prej meje si prej babës vet. Fatkeqësisht ai tash jeton, s'po du me thonë fatmirësisht se unë gjithmonë e kom urrejt atë pjesë për me mdal dikush në Gërbet. Jeton në Amerikë, përshëndes shumë, urrej një ditë mu bo bashkë prap këtu në vendlindje. Mirë po pjesa tjetër kur mu ka thy krahas se kom përmend kur, as se kom thonë kur, e kom një djalë tagjes i cili shumë vonë ka dalë në Gërbet. Prej të parës klas kur nuk jemi nda. As një ditë tjetës, sidomos vitet e se tash na që ka jem 84, 5, 6, na e dojmë kohën me para lufte dhe pas lufte, kur jemi bo me ditë diçka, neve na ka përfshi që kjo koha pas luftës, jemi konë çdo ditë bashkë. Edhe e thash me qëllim atë pjesën bën gabime, sepse unë mendojsha që kërkush të mbyll mo, se e kom ato, edhe ai më ka mu dhe dyqysh për gjithçka, për të mirë, për të keq, s'kom fol me kërkon çka kom fol me to një jetë, edhe një reciprok edhe ai. Po herë një ditë i erë fati atij që shtu, i erë fati me një
vajzë shumë të mirë mu taku edhe ajo jeton në Zvicër edhe si zakonisht nuk i kthejmë, po shkojmë në atje edhe besom nashta ma ka thy krahun komplet me një periudhë shumë gjatë se e kom një vetën shumë vetmum, një kohë të gatë se më ka mungu edhe për keq edhe për mirë edhe se di, ishin momente shumë nuk ish mirë mu mësu veç me dikon. Nuk po thom se pa dasht me i ofendu me këtë muhabet shok, se kemi shok shumë, kemi njerëz të mirë për rreth vetit, aq sa e meritojmë, faktikisht, po ka njëherë, po thom, gabimisht ndahesh edhe fokusohesh edhe e gjon shpirtin tën te dikush, sidomos kur e ki dhe gjakut është aq më i afërt. Më ka mungu shumë ditë e para kur është shku, më ka mungu vitin e parë shumë, saqë kur vjen e takohemi, asnjëherë se vesim njëri tjetrin qysh je çka kalu, veç e nisim qysh e kemi nis gjithmonë përpara. Ha ka po shkojmë sot ose diçka. E përshëndes shumë Betimin, djalin e Hoxhës. Inshallah ka fat edhe ka jetë lumtur atje poshtë. E mban mend ndonjë rrethim me të që ndonjë kujtim ndoshta që e ki të veçantë, që në fakt domethënë nuk e ke nda kurr. Edhe ai ndoshta e kujton edhe ti, po e kujton edhe ai. Në një rast na jemi qytet, s'po du me thonë provincial, po jemi ma i vogël se Prishtina dhe të na çdo gjë dëgjohet ose flitet edhe në një rast kanë dëgju se unë i kumbo do gabime, ka menduar, po faktikisht jënë konë thashtë e the me të kohës, na im konë djemë tri, kem pas që pak mu vesh, me dal, edhe ka arë me një, kështu me një decision që dhe me një vendim. Nëse ke bona i gabim me je hishën fell, unë jam me ty, po nëse je në fillim, kom arë me të nxerë. Edhe mu më ka bo shumë, njëtën kom ka bo shumë të forcë, këmë thonë e pas në dikon, po në tjetërën onën ja kom bo shumë plecë, këmë thonë nuk ekzistojnë ato të unë, se jetoj ndryshe edhe mendoj ndryshe edhe... S'po i hi detalje krejt, është veç që këj gurbeti neve zakonisht na ka nda shpesh zemrën, edhe sigurisht se tonë e kem ka një histori për to, po deshta me vequ se kur se kom përmena djallë. Fatlume. U kam shumë histori bukra, po dhe goxha shumë të këqija, do më thonë, nona vakive ka njëherë, pas do më thonë edhe aksidentet lojt ndryshëm. Po, kom pas edhe operime, cilat nuk i kom të regu najherë. Një rast që më e men gjithmonë, është kur i kom pas 23 vjetë. Do më thonë, si plot femra tjera në botë, edhe unë e kom pas një shtatania shtmikre, e cila më ka kushtu shumë në jetën temë, për shkak se po munduna me tregu pak pika shkurta, se më prek shumë edhe normal sërë që e kujtoj, do më thonë ato, emocionona tepër edhe sikur më ndryshant nuk jam. Ose në qatë moment për një me bona ndryshe. 23 vjetë, shtatzonja është mitre, 2 muaj në spital, në ginekologji. U kanë interesant se ajo nuk është se u shike shumë mirë me ultrazon, edhe u detyrojsha me bo çdo ditë analiza. Kom hup shumë gjak përveç asaj, se e kom pas operacione, jo 1 po 2 mrena 24 ore. Kom pas 2 operacione për shkak se operacioni parë, për shkak të negligjencës, unë nuk jo majtë ditën e parë të operacionit, do me thonë në salën emergjente. Kom kalu direkt, më kanë kalu në salë normale. Edhe e di që mas 3 ore të operacionit vetëm kom fillu me u aj ekstrem, edhe me u bo komplet e kaltër. Edhe e di që nuk kom marrë, do më thonë, mjekime kom marrë këto injeksione, infuzione, non-stop, po deri në orën 7 më gjecit unë nuk e kom marrë mjekimin e plot prej ginekologu tem. Momentin kur ka arë ginekologu, vetëm e di që ka thonë, momentin që ma ka qitë ultrazonin, ka thonë është urgjall për salë, pëse nuk më të regu ma herë. E di që në qato momente vetëm ma kanë qitë anestezionin. Po, anestezionin, edhe unë ma nuk kom ditë kur qonë. Mas ne e di që se kur kom pas bisedu me ato
motra që kanë qenë se më patën respektu shumë, se më kom në 2 muaj në spital edhe i pata si pjesëtare të familjes tem, i përshëndes shumë, gjithat kushdo që kanë qenë, më kanë respektu shumë. Edhe di që më kanë tregu që është dashur të më thonë me nxjerr komplet zort, me pasur komplet venin, sepse kom pas gjakderdhje të mbrëmshme. Nisan që shumë pak njerëz mujnë mi mbjetu, edhe unë i kom mbjetu edhe kësaj. Po kur Zoti shkrujke me pas jetë gjatë, i falenderohem shumë, atëherë këtë në tokë nuk esh kur gjatë që të rëzën. Dhe më thonë që ajo ka qenë se e kom kalu mënyrën më të ranën, se edhe kom qenë e re, edhe nisan që më ka kushtu sot për shkak se, për shambull, une 17 vjetë mua nuk kom mujtë me pas fëmijë tjerë prej që ati problemi. Se është vështirë kur për shambull i ki tubat e pishne dhe ki shumë problemet mëdha. Po fatmirësisht që sot jam shumë mirë në këtë pjesë, edhe tash që Zotit kanë dalë edhe ai vjefat edhe sa në vëdën, me dash në herë me vendos me bo fëmijë tjerë ka mundësi. Ke mundësi. Po më me thonë që qaja më ka lëndu shumë një. Ajo të ka lëndu një jetë, por një farë mënyrë ti je sot nanë. Po. Edhe nuk ka gjë më të bukur një jetë. Po këtë unë jam shumë fakt e lumtur që kom arrit me përjetu që të ndjenjen me qenë nanë, edhe i uroj krejt femrave në botë me përjetu ndjenjen që në përjetu. Është ndjenja më e bukur në botë. Po, kur i kemi këtu sfida, me të vërtet menon që kom ra për toke, jo, une nuk jo mirë, jo s'po me mja dalë ashtu kështu, po, une për veti kurrë nuk është që e kom pas qatë mrena me, kur nuk më ka thonë diçka që te kime konë që to, kime kalu, edhe sot jam qështu ku jam. Bravo. Kështu që po du me ju dhonë motiv gjitha thamë në botë, me vazhdu për para. Se për dirisa si më dorëzu unë, ju kësha lutë mos më dorëzoni asë. Unë gjithmonë thëmë se s'ka dorëzim. Kur e donë edhe ki vullnetin, atëre mundesh me mbriqet shka zem? Na më cënej pak. Kem rëfime shumë gjatë jetës, i gjithë. Po nëse ndojnë mjo, për shembull, që më lidhë dhe me profesionin, këndoj prej moshës shumë të rejtë. Më thonë që kur më pyet dikush prej kur ke fillu me kënu, nuk di kur mi thonë, prej që di diçka kom fillu. Po në kohën kur fillova tona me investu diçka në muzikë, me projekte, diçka ishte projekti i parë në vitin 2010, kong me klip. Se deri në atë kohë kishim kënu, kështu po s'kishim realizu kong. Edhe arrita me realizu një kong, edhe erdhë koha videoklipit, edhe Valoni e din në të ngjarje. Gjithë sa kom të regu, edhe në emision, në pikar shkurta kër e kom të regu, po edhe në shoqni edhe, këtë e kom këthy në njërë komike, e kom këthy pak. Me qesh, e kom po tash po e të regoj në ato temen, ato që unë që kom di. Ato që që ki vujt. Unë që kom di, po se gjithmonë e kom thonë si në hajgare. Erdhë koha me gjerimet klipit, bibi shkurt, edhe ishim pjesë i skenë me makinë. Edhe shkova vetëm me dalë në gjirim, në më thonë, shkova me bo një rrugic më këthy, edhe pat aksident. Aksident e konë këgjajron. Edhe, dhe me thonë, në atë moment isha vetun, gjithë stafi i kamermane, këtë që ishin, ku nuk më shifshin. Ata përqin me dalë, ti? Po me dalë, në fakt unë kisha mbet pas kodrës. E ti në fakt i kish mas kodrës veç ka ndollë aksident. Me një kamion edhe isha i ri, edhe një familje gjakderdhi edhe umba dhe vedien. Edhe në qunë në spital, në atë moment erdhen, i kisha thë edhe 2 dhëmë të parë, dhe më thonë, pjesë dhe më thonë buzëve këto, pa vedije deri në spital, një makinë që si imja, ishë për rrethit familjarë, që i falimderoj gjithmonë për atë ditë që një familje ja prishën është atë qefin. Jo nështë apo ja kom prishë të qefin, po afërsinë që e kemi për to nuk ka qenë diçka që ka prish punë, po për mu ka qenë një thymje, pak nështë në atë kohë, aq sot nështë nuk e kisha pas probleme dhe me e kishim përballu, po në atë kohë fillime i ri. Asem sot jetë ti këtu, po mos ti se ti,
Çka ishte Jo. dashtë makina? Jo, s'është Çka pyetje edhe dashtë makina, po isha e problemi që une në momentin e parë kur shkova në spital fillun me ato me mi qepje në buzë se kisha nuk e disha çka kom se u prish fytyra, hupave dijen, Valoni ka ardhur në ato momente, më njëherë ka ardhur në spital edhe në vitin 2010. Edhe din Valoni shumë mirë gjendjen tem që kom pas. Kam nejt ka bën një javë ditë spital, 5 ditë. Edhe po nuk ishte vetëm ajo ishte problemi projekti i parë. Ta. Deri në momentin kur e arrita me realizu, sot jam në Po për ata. jo, edhe ajo po ishte kisha arrit me realizu diçka, ishte një diçka e para me shumë entuziazëm, edhe aty më ndodhi çaj apëtin, edhe pak u trondita, se edhe momenti kur e pash veten, momenti që arrita më që e pas veten pasyre, unë isha dalë për diçka tjetër, e këtë ndryshe e përfundova, edhe nuk e desha si rregullohet edhe që shka sot besoj mirë. Po në ato momente e më konë, në një mënyrë e pata një thymje diçka. Po ajo ka bën, ajo sot ka bën Shkurt, se kjo malsor. Ajo sot ka bën më fort. Po, si kjo, si e morra shembull që të ngjarje, po çdo ngjarje në jetë, se më të forta kanë bën ngjarjet kur në rrethin familjar kur ki dikon smut, ai bën shumë më të fortë. Kjo është vish me ra fjala me përmend, mos me i shumë gjëra më të thella, kem ngjarje shumë që të bëjnë të fortë. Kështu që mujna mas ezos mujna me kru diçka me këthy pak me ngjall pak. Se mos i kujtojmë shumë. Po patjetër që janë gjëra që duhet ndoshta mi da edhe. E konga i vujtonja në këtë jetë. Ka me fillu Eza. Eza. Labe, jeta din më na përplas edhe baja ke mirë më na përplas. Ka shumë, kam janis. Nuk kena prej atyne, edhe për publikun, nuk kena na prej atyne vipave që sprejke mas në tokë dhe nuk kena dhimbje, s'kena vujtje, nuk kena lët, nuk kena dëshprime, i kena krejt ato, normal na dalim të kesh edhe prap keshme, se e kena dhe në një farë forme detyr ndaj publikut, me përqu pozitivitet, po goditja më e madhe njetë, ose tronditja më e madhe njetë asnjëherë e kom cek në shumë emisione, po jo shumë detajisht, shkaku edhe mos mi lëndu edhe familjen, edhe prindrit me qelë një varë në një farë forme. Na jena ka një familje 6 antarshe, 2 prind edhe 4 vajza. Prindët e mi janë mundu tepër shumë për neve, që unë i falenderoj jashtë mase, tepër shumë. Qatë shumë janë mundu sa që vetën e kanë hangër shpesher se dorën zemër nuk janë kanë kushtet si kur sot, luksi si kur sot, su kanë atë ko. Edhe ndodhe një aksident në familjen tonë në vitin 2011 për 2012. Me 31 vjetor në ora 12, fix. Plazëgosët motra e vogël aksidentalisht me fëmijët e agjës ka qenë në barë dhe me fëmijët e hallave edhe një saqmet e një llovaçkës ose çka i thojnë asaj, e ka ndrokë në tru. Edhe ka pas trunin e matë qam deri te truni vogël. 7 ditë kam bjetu, ma shumë nuk kam bujt me bjetu. Shpresa o kanë shumë e madhe që thjesht nuk kam me na lanë vetën. Se është ama Zoti e ka bo për vete, e ka dash për vete dhe e ka marrë në fakt. Kanë kalu 14 vjetë, që tash e patë dhe për vjetorin. Dhem shumë, edhe shpesher mundona me majt vetën, edhe para prindve, para motrave, ama sidomos kur je i lidhën me njanën, ma tepër, unë im kanë shumë e lidhën me Medinën. Tash po t'i shkon i ksh pas 28 vjetë, i shkon krejt ndryshe edhe të prind, është një boshllak, është një thymje madhe, është një lëndim shumë i madh, sidomos për prind. Na prap dalmi, hecmi, jo që harrojna në asnjë moment, ama
prind e kanë mas vështire dhe shoh, sidomos soni që jam aty. I kisha lut krejt njerëzit që kanë festa ose kanë gëzime, ju kisha lut këto armë largani, po ju lutna me krejt zemrën, se dikujna i djek shpirti mos nej. Fakt. Ezo, Ezo. ajo është mrapa teje. Ajo qëndron mrapa teje gjithmonë dhe edhe një farë mënyrë është i lumtur edhe për ty. Për shkak se ti sukseset e di që i ki pas, edhe sukseset i ka dasht, edhe në fakt së do është e lumtur dhe me thonë për arritjet tuja, për suksesin tënë, për këto ku je sot ti, këto. Një pjesë të madhe të suksesit ja dedikoj pikërisht asaj. Jam rrëzu shumë keq, edhe jam ngrit edhe një herë në jetë, me forcën më të madhe që prind mi bo shumë të lumtur dhe krenar, gjithashtu motrat, e sidomos ato vetë, se u mundu aq shumë në ato fillimet e mia, ka arë me mu, aq e vogël u mundu, edhe e meriton, inshallah, edhe uroj, në fakt, munona më kanë këtë botë shumë njeri mirë lapi, veç me shku mu taku me ta. Edhe urojmë që takohemi edhe urojmë që shpiti saj është në lula gjenetit, sepse mbi gjithë ajo ka shku ashtu që shka shku, por ka shku se edhe ka dasht ai. E ka dasht ai, ma shumë ai e ka dasht ai, sësa që ne ndështë ai që e kemi dasht në këtë jetë. Na nuk pajto me ata që kur ta hupim dikan, ka përfundu jeta. Jo, one ndoshta edhe me pjekuri, tu pjek e kam kuptu që Allahu nuk qënë sprov që ka ti nuk e duran. Edhe neve na ka qu për më na forcu edhe pedurojna, po vazhdojna, ju rëj këshnit. A i mani mend njerëz e parë të cilët fakt ju kanë zgat dorën, ju kanë ndihmu sa i përket gjithë shkafit, edhe karrierës, pse jo? Fatlume? Faleminderit shumë Zotit madh, vetës se kom punu me të vërtet shumë, po shumë, që kur nuk e harroj që sa herë që jam në ekstreme latë, si kujtoj disa raste kur jam këthy në ashta prej aviona, se një avion, 2 aviona, 3 aviona, do më thonë, është në ekstrem, 24 orë rrugë në aviona, kur jam këthy në shpe, kom kajt prej lodhjes. Kom kajt të mojt vetën, gjithdo pjesë e trupit të mëzemke. Qatë që prej lodhjes, vetëm prej lodhjes. Kështu që e falendroj shumë vetën, jam një notë në ndaj vetës, ndaj krejt njerëzve që janë mundu, normal më ndimu, më madhon dorën. Familja jam normalisht që ka qenë ajo që më ka përkra non-stop, edhe gjithmonë. Edhe faleminderit shumë që janë me krejt mira sot. Azam? Gjithmonë e kam të parën, e kam një njerë, po ai është që i ka taku me bo, me dhon dorën është babë. Do më thonë pas një dyshim, po nëse flasim në përgjithësi, nëse flasim mënyrë mediale, po flasim. Po. Unë jam njerë që më valonim njën shumë kolegë dhe rrethi, nuk jam pi aty në njerëzve, më shprejem kështu, po nuk e din cilën forma të but, po pe thom në njën nuk jam servil. E din këto gjithë, shuma ka dali kom shku të kjo pjesa me më njoft ose edhe vazhdoj. Ashtu asnjë nuk kom di dikuj me thirrën telefon. Lap ti je vet gazetar, vet je prezentues emision në atë kohë kur isha shumë i ri, ku ishte vështirë me dalë në emision. Shumë vështirë. Na e dim gjithë. Edhe i kanë pas gjithë emisionet njerëz të përkthjelën të vet. Edhe tash jo që jemi në emision, po një telefonat që ku marrë labi më ka thirrë vetë, më ka thirrë. Laba është vërtet që asnjëherë në jetë njeri... Jo, me më thirrë, s'më ke thirrë kor. A është vërtet? Jo, me më thirrë kor. Po ti më ke thirrë në kohën kur ti, në kohën kur gjithë në këtë televizionet të konë, që ka për menë veç labi o konë. Labi o konë edhe mund që atë kohë më ke thirrë, nuk sinqerisht e thom, nuk e kom thonë gjithmonë, nuk më të thonë që jem në emision tash. I falemderoj gjithë se tash një me kom përkraje, nuk du mi gjithë ata që më përkrajnë me këtë intervistë, po flasë sinqerisht, kur mu më ka ba telefonin më këthirë ti, a je lirë në qështu më ardhë, në qëtë kohë. Qështu është, kjo është, më me thonë telefonat e pare. S'po flasë, ka pas edhe televizione lokale, radio vokale. Edhe Bajramit të konë. Edhe emisioni Bajramit. Ka mundësi. Po do me thonë, nivelin, çfarë ishet në atë kohë, do me thonë,
në atë kohë që... Nëse e mbaj mend, po m'doket nëse mbaj edhe të Stepia Dara e kena gjiru. Jo, e shumë herët. A e ma herët? Shumë herët ka pas. Okej. Që as plus kujtohet. A vërës që pas të haru? Si ka bo mirë edhe si dingu ka bo mirë. I kom diku fotot shumë i ri, po flas një kohë kur ti e kon shumë i, nështë ke mujtë edhe as me të ranë mendun e që po eksistoj diku. Po më ke thirë, e vlerësoj shumë ato. Se sot është shkollaj mi thonë labë. Që e zë me të vek, ka thirë që të ka una vetë se mu me të vek se ka thirë. Ani, falimderit edhe për ata. Ja, se është dy. Si falimderit edhe për ata, po flas në labi, se sot është let me thirë labë, organizoma në emision, e di që në gjysë natës e bën labi, e bën shumë edhe kolegë të labit, po vlerësohen dhe gjana ka njëherë që i përjeton kohën, kur ti ki nevojë. Fakt. Edhe gjithmonën e di që e kom pas derën qelë të labi, nështë shumë e ri se shumë kolegi më konë aty, pa kom pas që ty dyku derën, dyku më hapë. Eza? Labi unë kom fillu shumë e re, shumë fëmi kom fillu. Bile ma herët valëm unë e ti, atë regoj që do video, sa e re, edhe sa fëmi kom fillu me muzikën, edhe shkollën e muzikës. E pe, edhe kablën të jamoj, tu që më mika. Në qofë se kësha thonë që kush ma kanë zgatë dorën, sot nuk e kësha cilësuna i njeri, se gjithë shka që ka kom punu edhe kom arrit vetë me përkrahjen e familjes. Ama në qofë se dikush më ka orientu për televizion me dalë herën e parë, atër jeti. Ato nuk e hupi në asë një formë edhe në asë një mënyrë. Më ke ndihmu edhe kom dalë në 2011 të polifonia. Nuk është shumë e zërshme me arritë në qofë se nuk ki përkrahje dhe në qofë se nuk je financiarisht mirë për këngët dhe klipet se ato kushtojnë. Unë kom punu shumë, njërë zakonisht shumë, kom punu 2 puna, para ditës kë isha në punë, mas ditës kë isha në dasëm, të nga për me arrit këtu ku jam. Fati mirë ka dash Zotis, nuk më ka hup mundi në asë një formë, po kolekt, meqt, dashamert, i falenderoj nga zemra krejt, që asë njëherë me asë një pikpamje të ndryshe nuk më kanë ndihmu, ose nuk më kanë zgatë dorën. Gjithmonë si shok, si shoqe e mirë më kanë ndihmu dhe më kanë respektu jashtëzakonisht shumë. Kështu që faleminderit Zotit. Valen? Hude, quda të dingini, të me shti pak me po me kojë për i me. Bon me fol. Ha, bo me fol po, Valen. Me 40 mark rogë babin e kom pas, se ka shty bjeshken me gjyks. Faleminderit për ti gjithmonë, u konë profesor dhe drejtori shkollës muzikës. Në kohën e fështirë dhe... Edhe unë për... Bile Azemi u konë zanë si ti. Azemi ka qenë dhe violinist. Nuk e kemi pas letë. Sintin e parë ma ka ble burri halës në Gjermani. Drogët. Sintin e dytë ma ka ble një Amerikane që ka qenë me mision për ka shumë pej. Ka pas shoqnime me babin. Edhe më ka pa dhe kur më ka arë Sinti prej saj, tash na i thojmë Sinta, faktikisht që është me gjuhë popullore. Si më ma pa falë krejt botën. Aty të mas, nashta si kemi regjistru krejt, po një me si kemi pas, shumica si kemi pas kushtet. Nuk o konë problem veç i shpis teme, po konë nashta 80% familjarëve në përpej. Shto që o konë shumë zërë me shty një fmi. Po qëti e thedha ma mirë se unë e përmisove. E falenderoj shumë se sot e di sa vështirë është me shty une, djallin tem. Ata kanë pas edhe njëherë ma vështirë. Po, Zoti me ta e ata me neve edhe shpresoj që s'kemi au këty me të keq. Apelojmë Sintin me marim mranda në villë, apo përfundojmë me muzikë që të? Pa që shdu shteve që këtë mua. Atje me bo me lisë, atje në villë të na nuk... Malaj, valen rrugë, që shumë Villë nuk nalem. Apo tune që nuk nalem. Ju, nëse doni për e përmbyllim që tu me muzikë, të më thonë atje, për shkak se atje, në atë pjesën tjetër, ku jemi mranda për mranda të villës, ju nuk e dini se dhe kom edhe një kojshike, une. E kom edhe një kojshike që më vjen atje. Vish kur vjen të dritarja, ko pas kohë më vjen, dhe me thonë, kështu. Po e kom edhe një kojshike atje mranda. Ashtë e mirë. E na musafir tu, Me pas Sofijen këtu, a vëdim të me thonë kojshike, është koqa. Valen, për nuk gati, mranda për mranda ambientit villës, unë kom edhe diçka tjetër, përshkak që kom përgadit edhe ka një surpriz tjetër e cila vjen
për Inshallah, jo juve. për Aty se dita, a koni as koni. Në ndihmën në ftofta, vetëm që si me kajti ka tash. Veç po du me thonë për një metë që jena shumë chill. Edhe na pas ka vy, mu pun pas ka vy pak kështu. Mu po më vjen mirë, po kallëzëm një tash që qilin, qysh me këthejme, qka po këndojmë? Qka po këndojmë këtë Ritmike bashkë? që tash. Po që tash me këtë vajtu bashkë. nuk vajtoj. Hajde. Jeter. Hajde. Jeter. Hajde. Ate unë azemi, të na Vitek. ndrojnë të natë. Unë fatlume për herë parë në takuna në plan. Karrikat funit Karikat në funit në ullë. Edhe një burr në mosh e kishim në mes, ai nuk Po na nif. kondolla i trosh që ata trosh. Ja, se se mojnë me. Edhe thash shumë zhurë më bëjnë fëmija, be tha atë muzika, thash qëroqë, thash me bo, i ki kanë shtin mes dy. Me bo me anis me piskaqë, të dy, pes kënë vëtisit. Ki me dollë krejt me aeroplanit. Për herë po e në takuatë. Po, me të vërtet. Ku shiko ato shtokat? Ting, 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 ting. Shkojmë. E kam vegeni sojnon, qikën e kojshis. E kam begeni sojnon qakën e Jo ina no jo, se e kena fis. Jo bojna no jo, se kena pis. Ase kena pisojenan, ase kena var. Ase kena pisojenan, ase kena var. O mu ka begeni sojnon, nuk e lo për mar. Mu ka begeni Pisojenan, o nuk e lo për mar. Oj dashnia jeme, aje gjall. Aje gjall, aje gjall. Ajde sa prushjo tu ka. është tu kam. Se po ik dashnia jeme, se i sjelu i tek sa i zemre. Sa nga me më matë kërkua, kam fort me taku. Lej, 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 lej. Po shkojmë ka dale mrena. Okej, unë për thamë faleminderit. Bravo, faleminderit Këtë Vala. pjesë të parë të emisionit Një Kafe me Labin, uroj edhe besoj që edhe ju keni kalu mirë bashkë me neve. Faleminderit Arja Petrol që është pjesë e këtij rrugtimit tam. Faleminderit unë i them Pavini Kafes që zakonisht unë kafen e shijoj bashkë me Pavini Kafen, por edhe një falenderim tjetër është për liderin Vencaj për këtë udhëtimeve Prishtina Tiket. Faleminderit që është pjesë e imja prej së rrugtimit tam, ju e dini që edhe më mirë, edhe lirë bashkë me Prishtina Tiketin i keni biletat. Luna Resort ku për realizojmë emisionin Një Kafe me Labin, ekipit, faleminderit Berat, faleminderit Kushtrim, faleminderit Fatas, faleminderit Hajdarit, Halimit, Fes faleminderit, Flori faleminderit, Ekrem faleminderit shumë, faleminderit edhe ekipit Hekuranit, Luna Resortit, që na kanë ndajt edhe po na arrin për çka do që po kemi nevojë këtu ku jemi. Jam me fat, jam falenderues. Pjesa e marketingut, me njerë pas marketingut, kthehem brenda, emocionuese, por besa edhe shumë relaksuese sepse është kujshika jonë që cila na vjen. Kështu që qëndroni bashkë me Një Kafe me Labin. Faleminderit edhe njëherë gjithë juve që cilët pak jeni pjesë e imja, pjesë e emisionit Një Kafe me Labin. Unë po them jam falenderues edhe me fat Arja Petrol, e cila fakt është pjesë e imja, pjesë e emisionit Një Kafe me Labin. Faleminderit për mbështetjen tënde. Aromën e kafes ju e dini fort mirë që unë kam Pavini Kafe. Faleminderit që është pjesë e rrugtimit tam. Por me udhëtu kudo jashtë Kosovës, unë udhëtoj bashkë me Prishtina Tiketin. E di që edhe ju të cilët fakt vini drejt vendlidjes së Kosovës, vini bashkë me Prishtina Tiketin, sepse biletat më të mira dhe më të lirat janë. Ishim jashtë atje, ishim tek Flaka, tek Luna Resort, jemi po qëndrojmë me akoma, jam bashkë me këtë katërshe të mrekullueshme, ku uroj dhe besoj që edhe diçka e bukur e interesant për ju vjen edhe juve. E përjetum jashtin të ftoftin, tashmi përjetojmë mbrëndësi edhe të nxehtin. Kështu që më e mirë ajo atja, po e prit një kjo pjesë me kon këto. Cilla më e mirë? Për mund zatë që ku jo mund. Okej. Edhe ajo pjesë e ka pas lezetin e vetë dhe kjo këtu. Fantazi. Zem? Ma mirë këto. Ma mirë këto. Ma mirë të atje, na neve. Krejt bukur. Krejt bukur. Kryesisht do më thonë të kjo pjesa këtu, unë mundona gjithmonë që me musafirt edhe po mundona, me qenë një pjesë paksa
e ndihshme për shkak që bëhet fjalë për familjet e juaja. Unë edhe sonte, mbrapa shpinës juaj, kom kërku, domethënë, diçka që të vjen, edhe për secilin për juve, unë kom ka një letër, mundohni domethënë vetë për me lexu me emocionet juaja, për shkak që nëse unë e lexoj, e hub kuptimin domethënë edhe të emocioneve. Ezo, kush mendon? Kuku nuk e di. Nashta. Okej. Se di, jo. Gjatë është, ko gjatë? Mashallah. Po, Ti s'pas kanë ditë. okej, filloj e para. Shkoj. Hajde. E dashura jonë, ka njerëz që lindin për të ndriçuar jetën e të tjerëve, dhe ti je njëri prej tyre. Kjo letër nuk mjafton për të shprehur gjithçka që ndjejmë, por vjen nga zemrat tona të bashkuara, prindrit dhe motrat e tua, si një përqafim i gjatë, plot dashuri dhe krenari. Ti ke qenë gjithmonë ajo që mban peshën pa u ankuar, ajo që jep më shumë se sa merr. Ajo që kujdeset edhe kur është e lodhur. Ke ditur të sakrifikosh ëndrat e vogla për të mirën e të tjerëve. Të fshehësh lodhjen pas një buzëqeshje dhe të vazhdosh përpara me një forcë që vetëm një zemër e pastër mund ta ketë. Si bina ke mësuar çfarë do të thotë krenari e vërtet. Çdo hap që ke hedhur, çdo sukses që ke arritur është ndërtuar me djers, durim dhe besim. Ne i kemi parë netët pa gjumë, shqetësimet që nuk i ke ndarë dhe mënyrën se si kur nuk u dorëzove. Për ne, suksesi yt është dëshmi e shpirtit tënd fisnik. Si motër ke qenë gjithmonë streh, këshill dhe zemër që nuk lodhet kurrë së dashuri. Ke ditur të na ngrish kur kemi rënë. Të na udhëzosh pa gjykim dhe të na mbash afër edhe kur rrugët e jetës na kanë quar larg. Ti je shembulli ynë më i bukur. Nëse ndonjëherë harron sa shumë vlen, kujto se për ne ti je bekim. Jemi pafundësisht mirënjohës që Zoti na ka dhuruar një vajzë dhe motër si ty. Çfarë do sfide që të dalë përpara, mos harro se ke gjithmonë një familje që rreh në të njëjtin ritëm në zemrën tënde, me zemrën tënde. Ne dua më shumë se sa fjalët mund të tregojnë gjithmonë, me dashuri të pakufishme prindrit dhe motrat e tua, me respekt Genta. Pas kam pru me kajt, po m'duke këtë natën. Letra sigurisht është e ju. Ezo, a e thotë që e thani farmyrët përshë që edhe ata janë në më thonë, që ata ti për ta edhe ata janë për ty. Ka njëherë thojnë prej çdo sherrit është një hajër. Na si familje, me të vërtet kemi qenë shumë të lidhën, po fakti rasti me Dinës na ka bo halema shumë më të lidhën edhe më të bashkuar si familje dhe nuk funksionojmë njani pa tjetrin, për çdo gjë e kemi njani tjetrin. Nuk e prita që kanë mujt me shkru çka, tash diçka ma shkurt i kanë ra, kollajit. Faleminderit, jam faleminderuese prej Zotit pikësparit që i kam, edhe që i kam krah djathtë pse munona shumë mi kursy, sidomos prind, për çdo gjë, edhe ju uroj shumë shëndet edhe inshallah jena edhe shumë kohë bashkë. Amen. Urojmë, inshallah gjithmonë, deri minutat e fundit i jena njëri për tjetrin. Falume është po jote, kush mendon? Se kom ide. A ki din? Unë e di që ma shumë se nana jam së më donë kërkushet, është se ti i tjera. Okej, kemi mundu dhe me thonë me lexu edhe pse edhe jotja këgja gjatë është, kështu që mundohu. Me ti kena shkurta se. Bia e shpirtit tim fatlume. Jeta që herët nuk ka qenë e lehtë për ty, por ti gjithmonë ke ditur të mbash kokën lartë dhe zemrën plot shpresë. Ke mbajtur bardhë që nuk i takon moshës sate. Ke kaluar sprova në familje dhe
ke duruar dhimbje që vetëm një zemër e fortë mund t'i përballoj. Megjithatë, brenda teje gjithmonë ka jetu shpresa, buzëqeshja, drita dhe besimi i bukur se e mira do të vi. Në punë je lodhur, je nënvlerësuar dhe ke dhënë më shumë se sa ke marrë, por asnjëherë nuk e humbe dinjitetin, fisnikrin dhe shpirtin tënd të pastër. Dhe në muzikë rruga nuk ka qenë e lehtë, por ti nuk u ndale kurrë. Me zërin tënd, me shpirtin tënd artistik dhe me punën tënde ke treguar se talenti vërtet lind nga dhimbja dhe shndrohet në sukses. Si nën kam djerë çdo lot që ke fshirë, çdo lodhje dhe çdo heshtje që ka folur, më shumë se fjalë, por kam parë edhe forcën për kushtimin dhe pasionin tënd çdo këngë, çdo hap tëndin drejt ëndrrës tënde. Muzika jote është zëri i shpirtit tënd dhe bekim për ata që e dëgjojnë. Sot kur të shikoj, nuk shoh vetëm një vajzë që ka vuajtur, shoh gruan që u rrit me forcë, urtësi, besim dhe zemër të madhe. Shoh një artistes që zgjodhi mirësinë, dashurinë dhe sinqeritetin e artin e saj dhe kur rruga ishte e vështirë. Besom se me gjithë zemër. Përpara teje është një jetë më e qetë dhe më e bukur. Me skena ku do të ndriçosh, me këngë që do të prekin zemra, me duar tërkitje që do të vinë nga dashuria e njerëzve dhe jo nga rastësia. Zoti i bekon ata që durojnë me zemër të pastër dhe ti je një ndër tyre. Do të kthesh kokën pas dhe do të falenderosh veten që nuk u dorëzove kurrë. Lumturia dhe suksesi yt po ndërtohen ngadalë mbi çdo sakrificë dhe çdo lutje dhe do të jenë të ndritshme, të qëndrueshme dhe plot bekim sepse janë plotësisht të merituara. Unë jam krenare për ty sot, për zërin tënd, për talentin dhe çdo hap që ke bërë. Dhe me krenare për suksesin e madh dhe jetën e bukur që do të jetosh nesër. Nana jote do të jetë gjithmonë pranë teje, inshallah o Zot. Duke u lutur për shëndetin, paqen, dashurinë dhe rrugën tënde të ndritshme. Do të jem gjithmonë pranë teje, familja jote. Të dua pafund, nana jote. Bravo. Edhe unë e dua shumë. Shumë. Valjan? Shumë. Hajde. Fatë më jamin që e Për lexoj, letrën? se di që është për hera e parë. Hera e parë më kanë tregu domethënë edhe vllavë. Kur e kam kërkuar letrën, më ka tregu që ajo është hera e parë që i shkruajnë diçka domethënë falumës, sa më tepër në emision. A kush po apo ta merr mendja? Dikush i zemrës po tash po di. Okej. Nuk po du me hiç për ditë falidi. Që shpeshoj pas ka ra shkurt, faleminderit para prakisht. Po, okej. Që sa mirë. S'pas ka hinë emocione. Hajde. Që në moshë të hershme, te Valoni është dallu një pasion i veçantë për muzikën dhe një talent i natyrshëm për të krijuar. Ai kishte një vesh të mpret për tinguj dhe një ndjenjë instinktive për ritmin. Valoni nuk i shtyp këto tastet rastësisht, i dëgjonte me kujdes, i përsëritte, i ndryshonte dhe i lidhte mes tyre derisa formonte një melodi të plotë me kuptim dhe harmoni. Ajo që mund t'ju habit për muzikën e tij është se paraqitjen e tij të parë pati në moshën vetëm 6 vjeçare. Jo në një instrument të zakonshëm muzikor, po në një synthesizer lodër që ja kishin blerë prindërit. Edhe pse ishte thjesht një lodër, melodia që ai luajti ishte një krijim i tij. E punuar vetë, duke dëshmuar se për Valonin muzika nuk ishte vetëm lojë, por mënyrë e hershme e shprehjes artistike. Nuk më kujtohet nëse ky video material gjendet dikun, sepse me kënaqësi do ta ndoja apo ta kisha kënaqur në emision Vilma, motra jam e madhe. Faleminderit shumë motër. Edhe motra. Edhe të falenderoj që ke hivës të muzika se
Të shej, ajo mbajt betë kujtem. Faleminderit shumë. Kujtem. E përshëndes mos Azam? me Vilmen. Kush? Nusja. Rusja. Okej. Po gjatë. Edhe të ti bolle. Ja. Edhe ma mirë se i pas ka bohet të shlunjat e mëdhaja. Ma të mëdhaja, po. Azem, ndoshta nuk ta them çdo ditë me fjalë, por sot dua që ta dish para të gjithëve që ti je njeriu që më ka mësuar çfarë do të thotë forcë në zemër të butë. Ke qenë pranë meje në ditët e mira, por edhe në ato kur jeta na ka provuar më shumë. Me ty ka mësuar të mos dorëzohem, sepse gjithmonë kam pasur dorën tënde. Jam krenare për ty, për durimin, për shpirtin dhe për dashurinë që di ta japësh pa kushte. Mënyra si i do fëmijët tanë, si i mbron pra si u flet me zemër dhe si u jep siguri, më bën çdo ditë të shoh me më shumë admirim. Në sytë e fëmijëve tanë je hero, në zemrën time je gjithçka, edhe pafund herë me lind e me vdek ty tek kisha me t'i fal krejt prap, të dua. Ja, kthej. Su gjysh temet bashkëruan jo. Kthej vllasko. Hile. A do në përmënej me hile, një venashtënën me kajta ju këto dashurisht këto. A një qurë si fyrë? Qka ka, mëre? Për dhe na, Qa? për thash të lipi dhe qaj të këta se nuk kisha të shpia hesht, nuk kisha gjue. Po shpesh edhe dhe me tonë, që? Me dikore ka. Duhet që shë për, Qa ki, mëre, qa ki? Ha? Mja qëtë të ka. Oh, ku për mu. Hajde! Urna, hajde. Të la bëvet jam. Hajde të labo vetë, hajde. Pa këta dhe si firin qut kur për këta si flaj, kër, jo valla. A një që ja, kësh pa gjira për juve shpak. Kësh pa gjira për juve i stabile. A krejta, valloh ju qëva pas kisha qaj e thasht e lipit e këta të qaj. Taj beteri jam nuk, agjerën, pajpin, sifir, shtat qoja, frimin janë zofshin, ha. Hajt notën e mire, mës harëni me bon jetë se nuk jam një. O, Sofi, hajde. Qyshin janë një mirë? Mirë. Hajde të lullet ra? Hajde. Në qaj a kije? Po. Për sifir? Po. Për dëshaj përse, hajde budolla janë pa pjapi, jetë për e qojnë pik natës. Po, okej. A që të përrini të natën, ha? Po, të natën. A dira qilë për vjani e naj? Po, qero. A vjani e naj? Po, hajde. Hajde se jelë vjani e naj, pritëm. Zotin arrëve. A keni që siri kujshike jo që shumë më Kjo largu tonë të qëtash. që kjo kujshike e me ta nëzin jetën ta nëzin. Pa prite pa kujtu veç të janë që. Që? Jëtë si me kon familje dhe mpira. Pse? Pa të natën më ne qutaj në mëllë, me re djole janë që tole ma që djërë. Hajde. Sofi mos e Ramazan. A i Mos mirë? përmend dhëmpira. Qyshje, a i një mirë? Nuk bën mi përmend dreshne se dhëmpirat në kalive. A i një mirë, a që që të përmend? A që që? Hajde. A i shpa flan, ja? Ja. O, pa ta zutin! I këm lënë 3 alarma për zarfi fleshnije, ëjezë! Nuk këm deli gjumi, cërën sahati. Ati kësa hati me dykom, ishtë që hëp dykom të në kryje. Se kësha nervozu edhe alarmi që nuk e qajsha. Në kësha pos qaj, pa i beteri jam se pin njëri qaj në pik native që ta që shi njërë. Mira, e një mirë jo, mirë krejt. Këtë familje pas ka ze, o azem, kisha vlojtina se ka frizurën kështë. Qërë si ku këthy se ndryshe. No, që është shumë ajri e shumë happy. Ta është e bua. Mamin, djali i ri frizurën për pjet, ati kur do të më nërejtë? Frizurën për pjet, kur t'jera hatë të kej same të që të mvi. Ski mos, a një arroz për pjet. Ti halaki pun me bo, për shfar për pjet i ti? Bohesh qel, këtë njës ke kushtet, familjen, ati që ki pore bëllë, thane qel. Atë në bino, Ja? në bino. Dhe ma mirë, nuk hargja shamponet. Ani që shenis, fatlume që shenie? Mirë, Apa gjerana për më në sha, Mirë. pasifera? Mirë. Ani jo dhe gjitha ka që... Jo, me sëfer. Ha? Me sëfer, me Dhe ma. se E mirë po është me me sëfer, sifir, na. a i ke po me i Me do në që që shpoj... qaj, që më që janë i qaj, se të të Jem në qatë, a i ke po me i do që shtyhen, unë si pendinej pasifir, thet. Qysh me pendinej pasifir, po... Zban nuk njëhet pas. Për një për jap në kolle, zetë se të të më dhez bre drita di qysh, a? Nese të se den. Jo, kë e den. Pa qysh të Kë e të den se kë, sidomos të ashtu me po flasë, gjithmonë ka nejt dirin sëfër bashkë me neve. mere pa- Ka lyt me letra, i na shku në furë, kena marë sa muna bashkë. Pasha zëtin se të këta hi e dal, veç vallohi këta ja din lezetin që shtojnë kësaj pune. Ate na dë. E pasha zëtin, po, oj, kam që atën ma hall, o pasha shpirtin e nësë që o thëtë ku ma gjiru pasifir. Pa t'ja për dërën unë ja,
Për si fyrë të hongër me bonje, tani që shini ako na jetën Ramazan, na ilahia, që ka lidhje, na ilahi fatlume, kënë mire dhe te për kënë tërkesht, që mësë me kënu na ilahia. Allah, kom bo para 2 vjetë, si vjetë s'besoj. Se po na përzin mas nina, jo, ashtu jo kështu. Qa për vynja, ako na i laf për juve, se ju ka gja laf agjini në stradë. Sa dush. Gjelezi mirë, gjelezia fërta. Me bollak. Ani, juve gjelezia, keni vesh kërë ngërës të tani qëtësoni pak. Erdhe bashkë momentin e duon. Qa bot? Dhe sa i lexuan dhe letra që ju jap. Kush? Unë ju jap ato letra. Je bolla ti si hëq. Po, valla. Aj, Malia. Për me radu uje mi sërpik. Da letra. Vesh, ti vjen një në mision është ti me kaj. Po, valla, kajten, kajten. Belone me nëzi lexova se qaq emocionet mgoja. Se motër, ajer dhe pishpija ti. Keri trupi mu drëtke. La mirë të shpija. Se me kaj, për lije se këtë Po si na mësuve, Sofia, Emocion, oj, Sa Sofi, familje si shkita, emocion. Nona e ka shka. Nona e ka. A nona? Me kompjuter nona për të më shkrua. Po, po, nana me kompjuter. Me dërë tani Me ti dorë të shënja kam shkruar me Këta pas ka hedis, këta bën, qështojnë, hajte se ty ben nona jo të zdi qartë për këta nreq. Jalla, nana jam të në qashtu. A kojt e pëll? Pak, Ja, kështu. qaj e më rëndësie pas ke arrit qëllimin ti. Ja, ke heq, kë shkurt e pat. Ja, shkort. Edhe aj mo shkurt, mo si të shkru nusja dihet. Ti mëtë. Sofi, që shetu ka luti këtë Ramazan? Vallaj. Mirë, sa e ka njës, po? Pa muj maj mirë muj se kërë për që hën krej dihet kërhohet bëke, dihet, dhe që jem bo ma rak diqysh për shpia, për thrasën pakën e për iftara. Na me të bëndë edhe për restoranta. E një thirun të unë krej. A? Po ta humë ka zemrën ha, që valoni, më razem. Pi, dull iftari. A? Dull iftari. Po që të e kole Se fyrin këto, iftarin A për këto. një që më thënë, masi spontan ju mu, Pasha zotin e thërtijet e azemi. Thërtijet e azemi. edhe në restoran ata. Pash, vja për shpa restorant, ka lahile. Ja pia, iftarin shpe. Të në mëre që ti trite pësi jaj që qalam. Pite, spesat mësht, erez me kaqika, ose me pull. Sofi, po du pak mundal të këta të katërt i pata kryesisht dhe me thonë ishqina shumë me kaj sonte. Shumë, edhe me këndu edhe me kajt, edhe këndu në balada e krejt. A ki na i sen për shambull ma mi bom më një mirë, ma hep. Mu bo më një mirë? Po. Mas pari për mi bo më një mirë, këta jenë artistat vërtet edhe kënë këtë mirë. E dyta për dëk një shumë mirë, edhe treta jenë 3, ta kanë me më rrishëm, që kështë të më thonë që mi bo happy. Sa ke po na shqiptarë në dhënë komplimente, qa ditë që do kështë mirë tëtë, i pas kënë rejtë sanet. Ja të komplimentet e shqiptarë vjen, ka ke trosh, ka ke sari, ka ke dëpsu, që të e komplimente e shqiptarëve. Kush, azem që sa s'ke marrë kompliment përveç grus, Veç i ndryshova flokët. po une, po, jalla po tre ka mirë. Se keve diqysh se ananas, a më për të ka hije, pasha, veç se ke me kënu e balada, a keni? Bile mi pasë edhe kushtet me kaj kjo. Allah hile baladat lej, dhe qëta shkojta? A kajta? Po Se dhe mu më ka bëjt dësë që të Mos koj dhe më ta... A bërë me le dhu qa tjetë, fa t'lu mi t'koj edhe në. Ja, s'ki nevoj, ja, s'ki nevoj. E që gjatë shumë. Jo, s'ki nevoj, s'ki nevoj. A do me që ti me kajt një letër, në të tëmë... Ja, po mu si me kajt vëllë, kush? Me di lofëm si me kajt se qaq, mu kam lidhë që të pinuseve, një farë duqi, që pasha shpirtë në me pom janë isën e me kajt, shkëllëp, pilet dhe pot të Hini me, pëqilë. para kësa herën kër më ke ardhë, i ki ngri nuset në vërë. Nuset e mija i kom marë, i kom pru këtë, thashën e pja pagu i vilën, atë janë që si kullerë kash bëtëksa, që si po, erdhen këtë që është përthej bëtëksi. E të mëri shtësën, jenë kësi, ajre krema jenë mësu veç me nëzirë, me qëndrërë sane, o, ja ku më dhes ka ftërën, në ka njona flajtën që te. A të shkrytën? Po, veç ju ka shkri buza, i dal buza që te. E të mu shkritën kër jenë quë, o, si një Ata hongë shaza me valona. E zja kona isha tre për te? Valla jo. Kërqe qa? Për të nusë kërshak, njët në isën me po. E qa? Njerë, ja, s'ka dasmë. Ani ti mos e marrë të, ja pres për të më doshma për veti. Po dhe për veti s'ka dasmë. Kërgja? Ja, njerë, ja. Ani ti me... Hajtë se nin. Ti me mbu muni herë për mja ftëv. Po, qa me po? Ti me mbjetë shtazon tani më marrë tuve. Ati se kërkës se Veç ka do të bo. me gjetë atë për me të bo shtatë Po, zonë. vëllat njerim. Po, a i njeri vynë. Pe vëllo, heq, fori e m'boksish në krasë. Po, eha, bravo. bravo. Si më dalë këni në tonë, a ke po kejtë në boksish në. Ka hungër drejtë që ka hungë. Qëre që shë burri, me më stje që
Me mjekë. E ja kse martun, Sofi. okëll, ha? Martun janë. Ja, I kena shumë. Thamë shqyqër që janë shokët martume edhe kanë familje të mire, ka djelë mësë më shërda. Ha, gjo, Edhe ma. ti pas gjellë balë. Po s'gjidhe pëtë asë janë për me zgjidhe? Pa je për me zgjellë, për tash, ti e këmëtore, ti, mere pak ma të keqë që në rezhive. Ta që kanë dorë fillirat bëtu, Qa me- e bën lëq. Oj, Sofi, bash kur e ndreq, ta mor tjetra. Për le të merë. Po ma mirë me mor të ndreq, të gati. Edhe të ndresh të gati, e ka pos dikësht tjetër, deri shtash. Po thua e ka ndreq Pa në mirë ndresh, ti për e të ndresh që ke marë. A për nëse me marë, a? Jo, Allah në thëmë din kismet. As me ndreq, as më së ndreq, qështë e ka falë zotë. Sofi, I ki do pyetje pikante ka i herë. Koko. Po, me spec ka i herë. valla, me spec. Apo ullës që të tone. Hajde ki për bol, tonë që pëdalë që të tone. Hajde, Se më robishti. okej? Jo që që të. Sofi, jenë banu me shku me qiqaj. Dhe tash të jetë. Ja me për që ti në valla hilje. Se ka kru edhe pak, apë keni bosë Jo, po, na shëm dyshy. Po, edhe ki ku edhe pak. Dhe që, për 5 minuta, tash për japoj me sekonda, kështu, në televizion, një? Që tash like në televizion. Që është, ha? Po, që tash. Më kam dhe të full pa një Live në televizion. Mo, përse vjen Hajde, more. që tash live në televizion. 3, apo shkojmë po, regjia apo shkojmë po. 3, 2, 1, shkojmë. Sofia. E fatlume, Kur në... arrisht në televizion. Kishe posë mundësi me plas dikan. Më janë gjitë durët me plas, për mos me marrë vesh as gjikata, as policia, as kërkësh, vesh ti të njetën me marrë vesh, kanë e kishe plas. Adi më janë shti, drët me plas nuk me egzistu mo, për këtë tjesht me menu që u dek për gripi. Kanë e kishe plas. E jo, Sofi, pasha zotin, tëri qatë pjë, se ko menu në herë. Ardha, Ja. as ki hish kërkana. Jo, ko marrë, 100 herë ashtu, po. Amo, tonë me në që u dek për gripi, amo ti. Po, Sofi, ta shte, për një me pytje me spet. Po që ta dhe me speky me pafaranke. Ma si Ku i e shkam, burzor. s'ki nevoj me me, thuj kam dhe se s'kam. Po jo, se ko menu ashtu, Edhe në gëpa, se mu i rahmajtit. Mu i Ramazanit në gëpa. po të zban, mu i më shires. Pa në gëpa nas bëbrejsin me shkelish edhe se s'ka bëbrejs, atar se dime për... Azem, Hajde. këna i tutesh në stratë për i meshkeve që këna ma mirë se ti, edhe s'ki qef mu taku një darsën bashk. Bashkë kërkon hiç. Bravo. Dhe më thonë hiç kërkën. Bashkë hiç kërkon. A ti përmeni me anë atë ti më thu si tut në shti, si tut në shti, si tut në shti. Po, Këta triti, tjetë vjetës, ta është toni tjetë nuk është respektan. problemi, nuk po thomë që zë më thonë çuni më i mirë. Bravo. Po, që të kush e ka shijen gjithkuj. Faleminderit. Eza, kënë s'mën të bon pankreasi, je lukthi për pankreasi që s'mën të bon e stradë. A dhe që kur të shethu, non, të modhe, kështë. Koko. Sofia më beson që krejt i respektoj, me krejt kam raport. E di, për kërë të qëtë jastakun, a di kryt një jastak. Po, as që i menoj, bre, që egzistojnë, hajgari ka bëna. Pa hajgare dhe së në humër bëj. Po, të anë edhe në u për po bëj. A një për hajgare. Anë edhe humor jem të bo. Ok, dhe më thonë Po, kia. s'tashtë në kamera me të kalë të Valjan, se Valjon i shkryun tekste, Po, bën muzikë, bën muzikë edhe bë kongë. edhe kënaqve. Bile qëfar kongë ko më ma bu. E di. Valjon, Bashkina me e bu. di që të dhojnë pare fatlumja këtë për mja boni kongë. Pa di që s'kish përnu trunja as dëra hesh mja shkrujt. A bëdin, e që kështë thonë, ësë për dubra s'para s'kërgjë. E ka njënaj. Ose naj kështë që t'ka orë studi që s'ka dit hesh me kënue. Po do është minimu edhe ti me zonin tënë. A ki që si? Po Marko. Po a? Qa dësht mi bak ty në? Ja dhe izni dinamit e një flim vesh. Se ja që të nët, ja e të rande krejt. Do të më kry kongën. Që shav kryin? I zoti i madh din. Pa dhe që shtra, peshe nuk e kanë ka lajk, ta lap. Ja po kongën e shkë në studios dhe me knu do të thirezën me thonë knua për to. Tani ja prish ezët pak zoni, se ke kënë qas mirë, so që dhe mja prish zoni dhe lësja jetë hamen. Mos ka bani. Lipionit, ha? Qa je moj të thë, se më ispa qele, Qa more. Lipionit, ha? Ja je mos më bëj, hesh kishe s'peden. Lipionit që të si ka hesh largë, për që tuhit. Jo, vëlla, Jo, la largë sa të Baja, e largo. Shumë largë. Po flash. Do të dhe gumat e dimit i pas. Piristarishit ku po Po bëjtë. flash për kuljena tu shfash në mision, Piristarishit i ka 8 minuta 160. Mos me tol policia, ose në spital, ose në burg. Ose ta morin lejen për një vjeta, 2-a, 3-a, me pike me këti ekin edhe. Fatlu. Kërse besej fatlumja. Po thua, Beta, shtazona, mas 1-2 vjete. me kanë? Mas 2 vjete! Me kon? A pe mon që aty taj mas 2 vjetë me Linda? Po te. A keni darës mas 2 vjetë qa? Sa dush. Sheqer me iza. Alhamdulillah.
Shko qele furën që ka në furë. Veti. Ku në furë? Qele furën. A kanë diçka? Po. Valla ke bo këtë emision me letra, me uje, me furë, me... Ha? Qa ka me në furë? Më qele, hajde tash. A bën si atë natët e... Hajde, ec. Hajde. Qa pak këtë? Hajde. Qa pak me? Ha? Veti që ka në furë. Qa keni furë? Qa keni furë? Qa jeni të pënue? Talkat për i Kom parë. 3, kom 3. Dhe par petalka për qani të pënue me se më qërda. Atë lume të ishte të aboni kanë kë? Po kismet me valëm losh. Atë lume ndërë ka se për kamerë mona nuk është mirë. E zë, me këne kështë e boni dojtë kështë që ki qef, adin që ki qef, po aj nuk të pravnen. Mëret me të thonë ju. Nuk e di. Edhe pse ty së të kërkësh jo, valla, veç adi për thëmë. S'm ka ra, kërkujna mi thonë, edhe kur dojna në bo diçka bëj. Amo me qef që tash për momenti, kush për të këtër që kështë e bo, me njëheni dojtë. Që me qëta tre që jam qëto qëtash, me njëherë. Se bilbyla. Ma të mirë. Asha shpirë. Nga të bëni ma të mirë, mo. Kjo edhe facer, edhe djali mirë, edhe familje mirë, edhe këntore. A bëm kështu asene? Për fund. Qa? Kësaj bisede. Qka hama me lapsar për vjen e shtype për fëndën emisionin e? Veç pse je ti ma shpejt me krye ka. Për shumë që dhe se ta rosi shumë plak, sa her vjen e për fëndë, pse për fëndë, që s'pë thu për mes. Për mes, Sofia. Pra të shka mur vesh për fëndë, a vesh që këm fëndë veshën a? Ti qosh gjithmonë E pse ti veç neve na boni pyetja, s'bëm të bodën atyja. Po vëlla urna e qel E për shembull Sofi ty kush ku e ke zbuluar ti talentin tën për Te talent? dojt, vëlla mërkure, kona e ditë 2.15. Po, ha? Doja jam, tha je shumë talent, e për qa ditë që. Për qa ditë që të nja kom nisë. A kina i pytit i për mu? Ma të mira këto të sodit a ato të këtyre herë. Kush? Qikata? Po. Ja, vëlla, na, se ti shish na konë ma bia. Ma bio. Re, I onë qish- se që po dokna. Ja, për du me thonë, i na konë ma bia, di qish i kina përjetu sanet, ma fukara lak, për di qish, adin këti kina bo ma di qish, adin, je ma fake, je për dini me rajka here. Edhe i Sofi topi se luna. A qashtë? Po. Për di na konë, ma qia, se di qish, unë me Vallaj, qeremi, për Sofi, unë me çka qeremi ka dhe të vlu dhe shkallë. vun, me qeremi dhe vlu dhe vun, e pëfty qeremi dhe nja për shakte, e li shasy. Po tash qa me po që ka ndollë sana për një. Pa ne shqyrë që ka ndosh për thëmë kërgjë, për na di qish, në qeremi dhe jem li dhe desha burrin tam. Kur s'kom dit mi thonë, bëma i fustan, për dhe s'ka posat e rëba qipse. Për tash edhe s'po ka rëba qipse, la, s'ke pa qipse, s'ke ke deshen. Ja, Azem? Këto nuset kujni konë ju, 3, a ma të mira tash këto. Ma të mira nuset të na? Po ato ju i Për që një na si konë. na ka nuset, na kon për të rekrahi. Se la Po ma të krapënue bukra, ma të bukra, ma bio, ma... Ja këtë, ja këtë. Ja, la se na. Tashtit, a? Ja, tashtë, ma të bukra, për qëre ku jem konë në si eze, qërja synin e qërja të në të mirët për qfarë. Fatë E lume. djemt? Nga ty. Qële bre, vesh pak më falla balahile. Vesh pak Allahile. Klake. Në tërra i bataria. Te a që ta shë gjeta? Te lobi jem të knose, ka fatë lume, ja ze, ka kanë azime, valione, pëllem edhe pak. Pëllem edhe pak se ka këfë. Hajt, Hanses, për guzas me nam. Hajt, se vesh pjetër notën e mirë, hajt. Ja, per, lab. Zënë që të se erdhëm thiri. Po. Po shkaj. Ani, hajde. Hajde. Thefshe ti, javëlla për shkaj. Fatlu me këthefte. Natën e mire, kalofë që mire të fola, në sekrete, të vinara, për një mështuri, se s'pëtim të këre. Je presë edhe për pera. Azem! Kalofë që mire, natën e mire të fola, krejtëve, dilin na iftora, na isan, se s'pëtim të këra. Për një. Thirën tonë tash. Falemderit që me isholla, so ma shpet hitet të natë mirat, ëllëm bëth. Es? Natën e mire, kalofë që mire, falemderit shëme, edhe ju me bot me. Se na ka knosh lobi. Falemderit shumë. Na ka Mama i pas ka shtim me kajtë, pas e vok me Po kajtë vi Ramazan. mund, ma. Lezën e ka heljetën. Valjan, Po që ta shka të shkojnë. fem që të, fola, e jo qa mi e thonë, vallahi knash një këtë Ramazan, sa hanje pinje. Hajt lap, natën e mirë. Sofia si zakonisht dhe me thonë që vjen edhe din me të borë muj krejt komplet, po mbi gjitha ta jep një energji pozitive dhe edhe ta ndërën gjithë shka ta ambientin. Vallaj, ser, pse pi bjen pak me folë veç kur jena ndosme, kur jena kështu bashk, me Sofin, me të vërtet, ndronë gjithë shka mrena qasoj dasme. Edhe i ka më jetë gjusë që ta azemi dhe me thonë, Te për krejt i ka shti me kesh, krejt disponum, krejt ju është e mira që edhe me knu kënan shumë mirë, edhe njëherë me një dasëm, po do jem që se zgaba i pa ta thonë, Sofi, tjetër herë, në mes dasma, ose ka fundi kur t'lodh ma shumë,
Ka me talon gjysmën e dasmës kërje. Vazhdoje. E fshin dasmën përpara, kap dasmën komplet. Edhe nuk e di është Adnonin çat rast tash s'dia një tash këtë rast. Shok Adnonin kështu njët. Përditshme, kur e shon rolin, thom tash apo ngjihemi në ky ajo. Transferohet Është Sofia Brime. Veçlab edhe ti në ekstrem e bën mirë ndasma. Se di, ndoshta që na ka rënë në ato nga Maqedonia, ma shumë bashk, edhe dojnë shumë, veç qysh e organizojnë, qysh i bën, qysh i... Se Unë di... gjithmonë i thëmë edhe dasmorve, labin për organizim, se Po, do ma po, po. letojnë tani neve si këngëtarë. Një 50% Shumë me mirë, to. kur i bën ato lojrat me qita, ato Norikun ledhjet, për ato... foto video është top. Ta dy kom persona që gjithë herë i... Po, definitiv. Një Unë knoqna, kur e di që është lapi, knoqna. Jo, është e mira se për një me është edhe për këngëtarët pak zërë puna dasmë se organizimi, në qofë se nuk është një organizator. Organizimi, ai fokusi që ka me knu, me që ka po dhe me hi dhëndë, rinusja, dhe në kitë kretë këngëtarë. Kur është labi, në dasëm që na ka Maqedoni me Adnanin, o, zëta, të Gjithë sa çka letë let. për mbike. Gjithë çka let. Perfekt. Se Inshallah, lapi është kejt për një me dasmat qaq shkojnë që a interesum, kur të shkon me bisedu me dasmorin i merë qaq shumë informatat e sakta që kur t'vjen për shembull të na, nuk ndodh me dështu diçka ose apo kupton gjithçka është më mrena korniza, mrena rrjedha. A keni po lopë Pra, para neve misionit pesë para me leftu dasmës. pak se e gjojnë Pa një këtu. stres para dasmës, kur den dasmën këtë tjetër. Para dasmës që me bo dasmën. Laptopin për amin, mi krejt ato punë të veta. Duni me thonë edhe një gjë tjetër. Po ja dheni detyrë jashtë pagesave, jashtë gjona, o kjo është i njëjtë. Unë e kom provu labin një herë, e falenderoj sonte. Po kur e falenderu t'ju krejt, tash mos t'bona dhonë se mos po doket që po dojmë shumë me tjepë. Valon tash, ti me livdu është e joti, bre. Po tash s'kom qare pa livdu. Jo krejt sanët mundet me i pa publiku që shi shumë na mrena. Apo kupton? Edhe sa mos Jo, me në resta me tregu thonë diçka se tjetër. qysh e bën. Labi mus, unë e di që na krejt punojmë për një arsye. Pavarësisht dashnisë punës, du të me ekzistu dhe diçka tjetër për mu bo ato bashkë se na jetojmë prej punës. Mbi gjitha është vullneti edhe për Po, me dashme ky- me bo diçka. Për me Edhe dashme me njerëz bo... Din me të regu sukses njejt ose mos me thonë edhe kujdes edhe ma të veçantë edhe kur shkon si vullnetar me kry punë. O dhe dasmën teme kum pas, një dasmën e kum bo. Labi e organizu krejt. Okej, mos ty ma O, sa i atona mirë. mo, mos ty ma atona mo, po mu po Faleminderit mirë- sonte. Mu po mjen mirë që në fakt ju pata, edhe po mjen mirë që ndam diçka të bukur edhe bashkë me shikuesit, po mbi gjitha keni qenë krejtësisht ndryshe, për çdo herë tjetër që kemi qenë bashkë ose që keni ndonë ndërsa me publikun. Se cilë keni qenë me refimet e juja, me senet e Se juja. blatë dhe mu pa buku. Po, u kry pra. Intervistë ma Ajo puhar ka chill dhe- s'kom pas ndonjëherë. Unë të falenderoj për i zamrës, intervistë shumë e mirë, se kena pas intervista, po kështu kaq të prekshme, asë njëherë. Faleminderit shumë. Ja falenderit shumë. Edhe një faleminderit Lap edhe Edhe shpresojmë ekipës që tonë. veç me të mira. Uroj edhe besoj që gjithmonë për të mira përgëzime kemi me qenë. Nuk ka vetëm intervistë, po kështu përgjithësi mrenda kompleksit na kemi qëndru edhe bashkë kështu. Nuk jemi veç na, po përgjithësi kështu me ekip. Qysh e dokt, do më thonë gjatë këtyre 24 orëve, po e quj. Mirë ke gjithçka? Ka pat diçka që nuk shkoj mirë? Ka ndonjë ankesë diçka? Na jena knaqë atje mrena të knu. Sa mirë është edhe jashtë kamerave. Që dhe që ato dashë me pa. Servis ata me di që është. Me pas labi me montunin një lloj Big Brother me bodi qka një... Se veç mikrofona si kësha preferu. Kalon mikrofonin. Lutëm, kujdes mikrofonin. Jemi knaqë, Do jemi të më thonë knaqë. diçka për ekipin që atë? Ekipin e ki shumë të mirë, nuk janë ashtu ekipe, sikur ekipet në shtatë që në ka ra pak, ka shumë me na dhon stres, siklete, jo hajde mo, jo vënënëm, jo kështu. Shumë perfekt, mirë. Okej, unë edhe njëra për të më faleminderit shumë, inshallah keni shnetën edhe gjithat mirat e Zotit. Jemi në këtë muj, dhe më thonë që duhet më mundu se cili prej neve me jep ma të mirën, të më shumë duhet këtë muj ndërsa me pas një mirë kuptim edhe një dashni njërin për tjetrin, aq ma tepër mi dalë ndim atyre të cilet për fakt kanë nevoj. Jo vetëm këtë muj, por 365 ditë vitit, për shkak që
Mbi gjitha duhet dim, duhet t'jepim, duhet vlerësojmë, duhet ta çmojmë besa edhe ata të cilën fakt nuk e kemi. Unë po them paqem një Ramazan të mirë të mbarë së bashku, edhe mbi gjitha agjerim të lehtë secili prej juve që agjeroni, faleminderit edhe në këtë rast edhe komuniteteve tjera, se cilët fakt na bashkangjitin, na japin motiv, na përkrahin, edhe besa solidarizohen bashkë me neve. Siç është edhe sonte, që në fakt Valoni gjithmonë ka qenë i gatshëm, edhe unë e di fort mirë prej vendlindjes PPS, gjithmonë kur u bë puna e iftarit, apo syfyrit, kemi qenë bashkë, kemi marrë samuna bashkë, por edhe kur janë Krishtlindjet, besa shpesh herë ne kemi shku deri te Valoni dhe kemi uru. Kështu që e bukur është që në fakt mbi gjitha mos me pas dallime fetare këtë vend. Me dashjen e tjetrin, edhe mbi gjitha, po e them që është një parim kryesor që duhet që partitë politike, gjanat politike mos me na nda njërin prej tjetrit. Kështu që diasporë dashur, ju e dini që vendlindja juaj është më afër me secilin prej juve, falë Prishtina Tiketit. Faleminderit që është pjesë e rrugtimit tem. Kur veni në vendlindjen e juaj, e di që një kafe më nxis pritni me dashurit e juaj. Faleminderit pavinit për aromën e kafes që më jep mu, po edhe ju që e shijani. E ju sidomos diasporë dashur, apo edhe qofni këtu, por sidomos diaspora. I kanë tankshtellat e preferume edhe atje, po tankshtellat më e mira në shehe në vend, është Aria, për ndryshe, në Kosovën e re, është më e reja, edhe ju, sidomos do më thonë mundri mundal, edhe me marrë karburant, por edhe me vizitu edhe marketin, rrugë 66, apo restoranin, i cili është 24 orë i hapën për ju. Unë jam me fat falenderues ekipit Radio Televizionit Tistëni, Luna Resort ku po e realizojmë emisionin, unë thëm kënaqësi pafund për secilin prej juve, shkoj vikendi, javë të mbarë, paqim, shihemi javën tjetër. Tuk.